أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون.
salatu wassalamu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Falënderimit dhe lavdërimit i qofshin Allahu xhaleshanuhu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Allahu xhaleshanuhu qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Sot me emër të Allahu xhaleshanuhu do të flasim për një nimet, për një begati të madhe të cilën Allahu xhaleshanuhu na ka dhënë neve si njerëz për ta shfrytzuar ata. Ajo është koha, shfrytëzimi i kohës. Çka është koha? Koha i e vetë ti. Kur kalon një sekond prej kohës, dije që të ka shku një pjesë e jotja. Se ti e ai cili e përbën kohën. Me kalimin e sekondit, me kalimin e minutit, me kalimin e orës, do të thotë je duke kalu edhe ti, je duke u harxhu edhe ti, je duke shku edhe ti. Do të thonë drejt rrugës apo drejt destinacionit fundit. E ke pas se secilit prej neve, ndoshta kur do të vjen momenti i vdekjes, sikur ta dije se kur do të vdesësh. Thot dikush që nesër kemë vdek. Nesër 12 ora kemë vdek. Çka kishe thonë? Shpirti jam ala, kishe thonë, kisha pas qef tjetoj edhe një ditë më shumë. Edhe 2 ditë, edhe një javë. Kishe pas dëshirë do të thotë që të kesh në dispozicion ende kohë. Kishe pas dëshirë që të kesh në dispozicion kohë të pa harxhuar. Nga se ti je ai i cili e përbën, do të thotë e përbën kohën tënde. Është e çuditshme që shpesh në jetën tonë e përdorim ne sa të ecë vakti hiç s'pa ecë koha. Ti nuk e sheh që ajo ato ecën, ajo nuk është ndalë. Mirë po, në familje, kur thu ti që nuk ato ecë, po kam qef të ecë koha më shpejt, ti i të thonën, realisht, i të thonë, po kam qef që sa më shpejt të më rrinë deri te vdekja. Pas dënë me jetua, dënë me vdek sa më shpejta. Jo, mërë kam qef me jetu. Po qysh ti ke dëshirë të jetosh, a onën tjetër thu më kon të ecë koha më shpejt. Ti e të thonë më kon të më rrinë te varri më shpejt. Momenti që ti dëshiron që të ecë koha, ti do të thotë je interesum që sa më shpejt me më rrinë deri te vdekja. Omeri radiallahu anhu thotë se kur besimtari, kur ta shish një musliman i cili ka kohë të lirë, dije se ka deviju. Pse? Kur njeri ka kohë të lirë, atëherë ka kohë më mirë me gajlet e tjerve. Ka kohë më mirë me gjërat që si takojnë ati. Ka kohë më mirën me thashe thëme. Ka kohë me këshirë punë të huja. Për atë ka thonë se kur ta shish që ka kohë të lirë, dije se është i devijuar. Mirë po kohën të cilën ti si besimtar e kije, duhesh ta koordinosh ata. Allahu xhaleshanu e ka bërë ditën. Brenda ditës i ki 24 orë. Qysh është e mundur që brenda 24 orëve ti nuk mundesh të gjesh kohë për t'i kryer disa punë të cilat janë shumë të rëndësishme. Koha i përgjason një bibliotekës, një student, një nxënës, i cili dëshiron të mëson. Edhe në dhomën e tij, librat janë koha. Dhoma e tij është jeta. Edhe në dhomën e tij, tash i ka qitën krejt librat, grumull, jënë rafta, po i ka qitë në përdhomë. Edhe gjatë leximit, gjatë mësimit, shembull konkret ati nevojitet një libër e matematikës. Mirë po tash, për ta gjetë librën e matematikës, duhet shumë të lumtoj. Për ta gjetë, pse i kalon grumull. Kështu është koha jonë e pa koordinuar, që nuk mundesh të gjesh kohë. Sikur ai i cili nuk mundet ta gjej librën e cila ju duhet, ashtu ti nuk mundesh të gjesh kohë për gjërat që janë të rëndësishme në jetën tonë. Mirë po, ajo që duhet prej neve është që ti ta koordinosh kohën. Sikurse studenti i cili i ka librat, edhe e ka raftin e librave, edhe i ka radhit. Në raftin e parë, ta nxojnë shembull konkret, raftin e parë i ka radhitën librat e matematikës. Raftin e dytë i ka radhit letërsisë, raftin e tretë ka gjeografi, raftin e katërt ka histori. Tash momentin që ati ju duhet libra e matematikës, ai nuk kshir te rafti i historisë, po kshir drejt shkon te rafti i matematikës. Pse?
e ka koordinue bibliotekën e vetë, momentin që ju duhet një libër e caktuar, me njerë e gjithë se po ashtë. Edhe ti si besimtar, nëse ti e koordinon kohën tënde të cilën e ki, atëherë me njerë do të gjesh kohë për çdo send që ki nevojë. Tash, shembull konkret, thot dikush, unë kam rregullu kohën. Kam rregullu për shembull konkret 10 ora me bokta, 11 me bokta, 12 këta, 1 ora këta. Mirë, po mbrenda këtij koordinimit kohës të cilën e kam bë, del një punë e papritur. Del një diçka e papritur. A ka mundësi? Ka mundësi. Një fjalë e urtë thot, njeriu planifikon, ndërsa Allahu është ai i cili cakton. Aq e rëndësishme që është koha, aq e rëndësishme që është, thot Allah xhaleshanu në Kur'an e ka thujt një sure koha, e cila është sura Asr, thot Allah xhaleshanu wal asr innal insana lafi khusr, pasha kohën. Me të vërtetë njeriu është në humbje, illa alladhina amanu wa amilus salihat, përveç atyre të cilët kanë besu dhe kanë bërë vepra të mira, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, edhe do të thot sugjerohen me zvete me të mirë, me këshilla të mira, edhe me durim, edhe me sabër. Tash dul mbrenda kohës të cilën ti e ke koordinu, të ka dal një punë e papritur. Çka dush si dush të veprosh? Shembulli i kësaj është, i thojnë në gjuhën arabe, tertibul aulawiyat, në jetën e njerit. Është radhitja e përparësive në jetën e njerit. Se kush ka përparësi në jetën tonë? Kush është i rëndësishëm, do të thonë, radhitja e gjërave të rëndësishme në rënd të parë, pastaj atyre të cilët janë dorës dytë e dorës tretë. Një profesor ja jep një shembull nxënësave, studentave të tij në radhitjen e gjërave të cilat janë më të nevojshme, më të rëndësishme në jetën e tij. Kur e pyeti se si radhitin këto gjëra, ai bën një shembull kështu. Merr një kofë 10 kg. Edhe merr me vete gur të masisë sa grushti. Pak më të mëdhaj me një vend. Pastaj merr gur të vogël, më të vogël sa ato të mëdhajt. Pastaj merr do rër apo zall tim. Pastaj merr edhe një kafe, një filxhan me kafe. Edhe merr kofën, edhe këto gurë të mëdhaj i mbush. Me gurë të mëdhaj i mbush kofën. Edhe ju thot studentave, a ka vend në këtë kofë mo me qitë diçka, unë mbush me gurë. Ato thojnë, jo, s'ka vend. Çka ban ke? I merr ato gurt më të vogël se këta me çka e ka mbush. Kur i merr ato gurt të cilët janë më të vogël, e mbush i çet në kofe, ato gurt e vogël zojnë vende për ato bira, sa ato të mëdhajt kur janë afruar me vetë kanë lënë zbrasira. Tash këto kanë hije, këto gurt që janë më të vogël, kanë hina për ato zbrasirat edhe mbushet kofja. Thot a zemo? Thojnë jo, nuk zë. E merr atë zallin e im shumë, edhe e qet. Kur e qet zallin e im, edhe e lëviz kofën, ai zalli im përsëri gjen vrimë të vogla, edhe zë vën në kofe. Edhe mbushet kofja. Thot a zën mo kjo kofe diçka? Jo, thot, nuk zë, është mush. Atëherë e merr filxhonin e kafës edhe e qet në kofe. Përsëri e zën. Thot, a u mbush? Po. Thot, kështu është radhitja e gjërave të rëndësishme në jetën e njerit. Nëse i radhiti gjërat të cilat janë primore, gjërat të cilat janë të rëndësishme në jetën tonë, atëherë kemi gjetën kohë edhe për gjërat që janë dorës dytë. Sikur se ato gurt e vogël që gjetën hapësirë mesin e gurëve të mëdhaj. Nëse i ki radhit mirë, atëherë ke kohë edhe për gjërat të dorës tretë, për atë zallin e im. Se cili gjetë vend. Mirë po, sikur ta kishte mush me zallin e im, mas pari. A kishte gjetë vend më për ato gurë të mëdhaj? Jo, u mush kofja me tim edhe i modhi s'ka qka lip ati. Mirë po, mas pari e ka shtinit modhin që i vogli ka gjetë vend pastaj. Edhe pyesin profesorin, thot, po kjo kafja mas mërami qka ke? Thot, kjo kafja është që nëse njeri, njetën e vetë, din të rregullon kohën e ti, edhe din të rregullon përparësit njetën e ti, thot, më në fund, do të gjej kohë edhe me pi një kafe.
Në fund do të gjej kohë dhe me pi një kafe. Nëse ti e ke radhit kohën ashtu siç duhet edhe e ke ditë domethënë se cila ka përparësi. Allahu xhaleshanu pse betohet në kohën? Allahu xhaleshanu është betuar në kohën siç duket se koha është i vetmi send i cili nuk ka reprizë. I cili nuk ka reprizë. Momenti që je duke jetu tash, ky minut, ta nxojnë në shembull konkret, ora 1:20 minuta apo 1:30 që e ki sot në këtë ditë, asnjëherë më në jetën tonë nuk kthehet. Vjen javë ditë e njëjtë, e martja tjetër vjen, mirë po kjo e martë jo, kjo eci. Është i vetmi send i cili nuk ka mundësi të rikthehet. Për këtë arsye, Allahu xhaleshanu për këtë vlerë që e ka, Allahu xhaleshanu është betuar në kohën. Është ndoshta pak e pakapshme, e çuditshme për neve. Mirë po ka ndodhur. Dietarët islam thot kur shkonin në WC, jashtë WC-s, u ajipnin librin fëmijëve të vet. Edhe thëke, lexo ma librin gjatë kohës kur unë jam në WC. Edhe pse momentet vogla, momentet shkurta, momentet caktuara, mos t'i çoj kot, ti lexo në ndëgjoj. Edhe që ato momente ka këshirë mi shfrytëzue. Do të thotë që ajo kohë mos mi shku kot. Pasi që Allah xhaleshanu na ka dhënë kohën, gjithsesi edhe do të na merr pyetje për ta. Thot pejgamberi alayhis salam, thot ightenim khamsan qabla khamsin. Shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 5 të tjera. Shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 5 tjera. Thot shababike qabla haramik. Shfrytëzoje rinin tënde para pleqërisë. Gjërat të cilat ke mundësi ti bësh sa je i ri, se ndoshta kur plakësh më nuk duhet mundesh me bë. Ndoshta ka pleq të cilët dëshirojnë ta xhirojnë, mirë po nuk mundet. Për shkak shnetit, ti si i ri ke mundësi. Andaj shfrytëzoje sa je i ri, agjëro, se ndoshta do të vjen një moment që nuk do të mundesh ta xhirosh edhe pse ke dëshirë. Kështu që shfrytëzoje rinin para se të vjen pleqëria. Thot, o sihate qabla saqamik. Shfrytëzoje shnetin para se të jesh i sëmur. Shfrytëzoje momentet që je mirë me shnet para se të jesh i sëmur. Se ka disa gjëra që dëshiron të bësh, janë të mira, mirë për e kërkojnë shëndetin, mos u pendon nëse është sëmurësh, pse sa isha i shnush nuk e bona këta. Shfrytëzoje këta. E treta thot, o ghina e ke qabla faqrik. Shfrytëzoje momentet kur je i pasur, momentet kur ke pare, para momenteve që të vinë kur nuk ke pare. Qysh me shfrytëzu? Ndoshta kur të vish me një moment fukarallik, kur të vish me një moment skomjes, kur të vish me një moment që s'ki, ke me thonë, që nuk dhash sadaka sapata, që nuk e dhash zeqatin sapata, sa kisha pasuri, që së ndimova filoni sa kisha pasuri. Mirë po ka shku ajo, nuk kthejet, andaj shfrytëzoje këta pasurin para se të vjen koha kur nuk det kesh mundësi. E katërta thot, o feraghike qabla shughlik. Shfrytëzoje momentet që i ke të lira para se të vjen momente kur do të jesh i angazhuar. Shpesh njerëzit, vallaj, kam qef me bo filan punën, kam qef me mësu me lezu Kur'anin. Kur mësoni jo? Na mësojnë namazreke. Ja, valla, s'muj se jam në punë jam, s'muj as të si milion punën marrë me mësue. Unë e muj ma vonë, abe ti mund është ma vonë, po unë s'muj ma vonë. Unë s'muj marrë me të mësu 11 natës kur ta krishtin ndërimin e dytë. Ka njerëz të cilët dëshirojnë ta bojnë një vepër të mirë, po për shkak angazhimeve që i kanë, edhe vepra, domethënë është një jetën kohë, s'mundet me bëhet vepër. Nuk mundet me bëhet vepër, andaj shfrytëzoje kohën e lirë para se të vjen koha kur do të jesh i angazhuar. Edhe fundit, pesta është thot pejgamberi alayhis salam, wa hayatike qabla mautik. Shfrytëzoje jetën, shfrytëzo sa je gjallë para se të vjen vdekja. Rastit të cilin e përmendëm, që Allahu xhaleshanu do t'i thot njeri i cili do të vdes, o Zot, më kthe edhe njerë në dunjë. Çka do të thot kjo? Me një gjuhë tjetër, çka do të thot? Do të thot, o Zot, më jep përsëri një kohë
që të bëj vepra të mira, është kry, ku ajo të ka mbaru. Nuk ke komo, ka mbaru ajo e cila e ke pas në dispozicion. Ndaj, shfrytëzoje kohën, shfrytëzoje jetën, para se të vjen momenti kur nuk do të mundesh ta shfrytëzosh. Në shoqëritë moderne, me të madhe hulumtohet shfrytëzimi i kohës. Si të bëhet koordinimi i shfrytëzimit të kohës? Nga se shfrytëzimi apo koordinimi i mirë i kohës ndikon në vetë personin, ndikon në shoqëri, edhe ndikon, do të thotë, në ekonominë e një vendi. Nëse shfrytëzohet koha, koha e di ç'është është. Thojnë gjuhën arabe, koha është si shpata. Nëse nuk e kap, të pret. Nëse nuk e kap, nëse nuk e pret ti ata, ajo të pret ty. Kështu është. Një shembull tjetër. Koha është një diçka e cila nuk pret. Koha është sikurse kur bjen shi edhe që bëhet rrënim. Edhe tash jena të papregatitur, shi i madh, rrënim, a mundesh me thonë ti aty rrënimit nalët ta baj vijën në. Mirë, po kur ta shif që ato ardhë rrënimi, patjetër dush në moment me apo vijën se ka me shku se heci ai. Të merr përpara të merr. Ashtu është koha. Nuk mundesh ti me ndal kohën, prit ta bajnë këtë punë, pastaj të vi me ti, të koordinona me ti. Jo, koordinojmë ma para. Këti ujit, këti shiut, këti rrënimit të madhë, dush me abo vijen për para që kur të bjenë shiu, hec. Po bojna kanola, do të thonë, të reshurave atmosferike. Pse? Kur të bjenë shiu i madhë, rrënimi hen atë edhe hec. Mirë për si të nazjet ki kanole, si të nazjet ki shokti i ujrave atmosferike, të merë me ka krejt të merë. Ti prish me ka krejt. Edhe s'ke vakt më koordinute. Nuk të prita e tije, prit ta qeli, jo në shoktin e të ndreqi, jo. Kështu është koha. Koha është kë rrënimi, i cili hec edhe nuk ndalet. Mirë po ti u desh një abo rrugën ma para, me që ka dënë ti, për ndryshe a hec ka dënë vetë. Kështu është koha. Nëse nuk e koordinon, nëse ti nuk e udheq për para, ajo hec edhe të merë ti edhe shkon, ashtu ka dënë ajo, jo ka dënë ti. Shpesh njerëzit kanë bo studime, tregojnë për një popull, i cili, kur bëhet fjalë për shfrytëzimin e kohës, tash të mendojnë në nëse cili për vetje. Thot, është bën një, kanë marrë të statistika. Edhe një popull, thot kështon, mbrena 24 orëve, i shfrytëzon 46 minuta. Shfrytëzim ka 46 minuta. Për 24 orëve, të shfrytëzuara i ka 46 minuta. Ndërsa, për një popull tjetër, si që janë japonez, thojnë, për 24 orëve, të shfrytëzuara i kanë 16 orë. Do të thonë maksimum, ja? 16 orë. To janë statistika që i kanë bo njerëzit. Tash, të mendohemi na me vetën. Ajo që ka përna intereson mua, personalisht, për vetën time. Edhe ty për vetën tonë. Sa i ke aktivitet, apo sa prej 24 orëshit, sa i ke shfrytëzuara. Sa ko prej 24 orëshit, ti si besimtar i ke shfrytëzuara. 1 minut, 2, 1 orë, 2 orë, 5 orë, që ke qenë i angazhuar, që thojnë një fjallë e urtë arabe, thot, nëse pe inlem të zit fje hajati ke shejen, falem enne ke zajdën fija. Nëse ti nuk i shton jetës tënde diçka, dije se ti je i tepërt në ta. Nëse nuk i kishtu jetës diçka me angazhim tonin, thot dije se ti je i tepërt në ta. Fjala Omerit radiallahu anhu e pyesin Omerin. Thot, kur fleti? Natën po të shohim që s'flet, familja na tregon që ti nuk flet. Ditën, Khalife muslimanve, në angazhim me punë të shtetit. Kur flet? Thot, si kur të flet ditën, do ta humbi ata e cila më është dhënë përgjegjësi. Miletin, popullin, pse humb popullin, shkon të në zyra ati, me morë një dokument, nuk ashtë taj, ku atë të fletën? Me njëherë rebelosh, me njëherë bosh nervoz, nuk ka vakti gjumit, se kina na kohën për me fletë tash. Dojnë mu angazhu me krypun, me ecë, me përparue. Po shkon poshtë, po të vanon dokumentin, me atë dokument që të vanot, ti të humbet një shonce punës, apo të humbet një shonce përparimit. Thot, unë nuk flet ditën, se më shkojnë mileti poshtë, shkojnë populli poshtë. Thot, për notën, thot, nëse flej notën, shkoj unë poshtë. Nëse flej notën, e qoj vetin poshtë.
Nëse flen ditën e humbi popullin, ama nëse flen natën e humbi veten. Se ditën ja kushtoj popullit, natën ja kushtoj vetes time. Angazhim 24 orë. Angazhim 24 orë, jo 16, 24 orë angazhim Omeri radiallahu anhu si khalife muslimanve. Ku jemi ne? Sa ti, pyet e vetën të ndëse, sa ti e ke të koordinuar kohën? Njeriu duhet ta kalon kohën qysh është i kënaqur Allahu xhaleshanuhu. Nëse koha e tij kalon vetëm hajgare, vetëm në të qeshur, vetëm gjërat kota, thot Ibn Kaimi, thot ky njeri është më mirë që tërë jetën të kishte qenë në gjumë. Nëse kur far angazhimi konkret s'ki jetën tonë, s'mirresh me asgjë të dobishme. Thot më mirë është ky njeri prej momentit që ka lindën, ti ja kish fut gjumë deri me thonë çu se të korë me laçja më ta mor shpirtin hec. Shumë më mirë kish qenë që ky njeri ta kish kalu jetën duke flet, se sa që është i zgjuar edhe e kalon vetëm qeshur, vetëm hajgare, vetëm gjëra të cilat nuk i hin puna skuj. Tregohet një rast të një njeri kishte shku me vizitu diku një vend. Edhe thot kur shkon një prej vendeve të cilat preferon të viziton, thot kanë qenë Varrezat. Edhe e çojnë te Varrezat. Edhe i sheh ka jetu 1 vjet, 2 vjet, 6 muaj, 3 vjet, 5 vjet, edhe i bën përshtypje vizitorit se ky është një vend i cili është specifik vetëm për varrezat fëmijëve. Edhe thot, ai varros një fëmijë të veç, 11 vjeç? Jo, më thot krejt në këtë vend i varrosu. Thot, po çka është? Ka jetu 6 muaj, ka jetu 1 vjet, ka jetu 2 vjet? Thot, s'ka jetu kush më shumë. Jo, thot, me koll llogaritje, me vjet me llogarit, ka njerëz që ka jetu 70 vjet, ka jetu 80 vjet, ka jetu 100 vjet, mirë po ne i shkruajna në varrat e na, te ai guri atë ja shkruajna atë se sa ka qenë i dobishëm, sa ka qenë i angazhuar në jetë. Këta ja shkruajna. Ama ato kohën tjetër ka jetu 70-80 neve s'na intereson. Neve na intereson se sa vjet ky njeri ka qenë i dobishëm. I dobishëm për shoqërinë, për rrethin, për vendin, për familjen, ke qenë 2 orë. Hajde ta shkruan 2 orë atë, s'ti shkruan ti 70 vjet. Nuk ti shkruan ti momentet çka keni të shkrinë në përshpik, thava ne. Nuk ti shkruan ti momentet çka ke dalën me shok, ke harxhu kohën pa kur far nevojë dhe pa kur far dobije. Nuk shkruan momentet që ti ke qenë i angazhuar edhe momentet të cilat ti në jetën tënde i ke shfrytzuar. Pasi që koha ka që shtrenjtë, që nuk duhet me çu poshtë, nuk duhet me humbur, a thu, cilat janë sendet të cilat neve si besimtar na i humbin kohën. Ka sendet përgjithshme që na i humbin kohën krejtve, mirë po ka që tash secili e ka një diçka që me vete tash mendohet e di, shumicën e kohës e çoj këto, shumicën e kohës e çoj në kafe, shumicën e kohës e çoj me shok muhabet pa kurfar dobije, shumicën e kohës e çoj në televizion, shumicën e kohës e çoj në internet, shumicën e kohës e çoj në gjumë. Tash secili kena ka një diçka. Mirë po, ajo të cilat janë më të përgjithshme janë disa. Një prej gjërave që njerëzve më të mëdha u humb kohën ditë sotit është televizioni dhe interneti. Televizioni dhe interneti. Që shpesh njëri ata të cilët mirren me televizion, me internet, është ulë në 10 ora, që ditët kur e sheh që ka kaluar ora 4 të natës. Habitet 6 orë hecën. Nuk i vren për gjërave që më shumë t'i e merr kohën. E dyta është televizioni. Qysha televizioni, ulemi duke shiku një serial. Mashallah, 1 sahat e gjys. Edhe kur ndërpret seriali, ku po ketë shmet? Jetë merak edhe një gjysore, të kishte zgjatën. Për me ndëgju ndoshta një fjalë të Allahut xhaleshanuhu, shumë ju dokën 20 minuta, 30 minuta, na i ka zgatën 15 minutë na i ka zgatë hitbën. 20 minutë na i ka zgatë hitbën. Se të kur di se të shtëpia para televizionit, seriali 1 orë e gjysë dhe shumë jetë hatër kur përfundon mas 1 orë e gjysë. Tu që nuk zgati po kesh mbaru, po kesh përfundoj. Për gjërave që e humb kohën me të madhe është televizioni edhe interneti. Një studim të cilin e kanë bërë në Egjipt, thotë kanë ardhur përfundim se ajo që më shumë të ju humb kohën njerëzve në fundjavë, do të thotë shtuneve dhe dilleve kur kanë pushim, thotë është televizioni. Statistikat të cilat janë bërë thonë kështu.
Njeriu i cili i ban 20 vjet, njeri i cili ka arrit moshën 20 vjeçare, vetëm se i ka harxhuar 20.000 orë në televizion. 20.000 orë në televizion. Ta morna mesatarën 3 orë në ditje televizion. Mirë, po për 20 vjet, 20.000 orë ndoshta nuk dokën shumë. Thot njerit për 20 vjet, me harxhu 20.000 orë televizion nuk i dokën shumë. Mirë, po do të dokën shumë kur ta dish se një student për ta kryer një fakultet 4 vjeçar i nevojiten 5.000 orë mësim. I nevojiten 5.000 orë mësim, hiç më shumë. Për ta kryer fakultetin 4 vjet duhen ti 5.000 orë mësim. Për 20 vjet ti i ke harxhuar në televizion 20.000 orë. Do thot i ke qu poshtë 4 fakulteta. I ke qu poshtë 4 fakulteta. Nëse ke harxhu kohën në televizion 20.000 orë për 20 vjet, është e barabartë që ti i ke shkel apo i ke gju 4 fakulteta. Mirë, bash problemi që për ditë ke humb ka pak, për ditë ka 2-3 orë. Për ditë ka 2-3 orë, edhe në fund pas 20 vjetë. Po para me ndo, 60, 50 vjetë, 60 vjetë, 70 vjetë, sa fakulteta i gjunë ti? A me ndonë që nuk do t'jepsh përgjësi për këtë mirë të cilën Allah Gjeleshanu ta ka dhonë për kohën? Një shkrimtar, një Gjerman, e kështë e shkru një liber, edhe ishte bo një prej librave më të shitura. Librin të cilën e kështë e shkru, e kështë e titullu 5 minuta para ushqimit. 5 minuta para ushqimit. Shkaku që këtë libër e kishte titullu 5 minuta para ushqimit, është thotë se gjithmonë kur shkojsha në shtëpi, thotë gruaja më thotë prit vetëm edhe 5 minuta ta përgatiti ushqimin edhe të çu hap. Këto 5 minuta derisa të përgatiti ushqimin, çdo ditë ka 5 minuta, thotë e shfrytëzoisha edhe e shkruajsha librin. Pas një kohe, thot u bo një libër voluminoz, një libër i mirë, një libër i madh, i trash edhe me vlerë. Mirë, po kur e shkrujte, sa vjet ti mor kjo? Nuk di me tregu me vjet. Unë di me tregu me minuta, vetëm që i kam shfrytzu vetëm nga 5 minuta para ushqimit. Jo më shumë. Vetëm 5 minuta para ushqimit. Edhe u boj një orë me atë libër. Shkrujti, se me shkru libër nuk është gjë e lehtë. Mirë, po ky njeri shkruajti libër nga se i kishte shfrytzu vetëm 5 minutat sa ishte duke prit që të bëhet ushqimi. 5 minuta para ushqimi e quajti librin me të cilën të thot u bo i njohur. Edhe pike e fundit, çka mendoni për njeriu që e çon kohën pa kurfar angazhimi? Ai përgjason njeri i cili e çon kohën pa kurfar gjëje, i përgjason njeri të vdekur. I vdekuri nuk angazhohet, nga se nuk ka mundësi të angazhohet. Edhe koha e cila ecë te ai është e zbrast. Ti si besimtar, duhesh që çdo moment ta shfrytëzosh në për vende islame, tha më shumë në shtete arabe, në Arabi Saudite. Shfrytëzimi i kohës në disa gjëra të cilat ndoshta në ka ardhe çuditshme mua, po sigurisht që vjen edhe juve, se ka disa momente që ne si besimtar mund të shfrytëzojna, mirë, po nuk të kërkon mund. S'të kërkon mund. Kërkon vetëm për kujtim edhe të flasësh me gjuhë, me përmend Allahun xhaleshano. Ajo e cila na vjen e çuditshme, mund ka ardhur mirë edhe juve në për hotele të cilat janë të mëdha, 7 kat, 10 kat, 20 kat, 30 kat. Në kom nuk ecët. Mirë, po çka? Kimi hip liftit edhe mes. Kur të hesh në lift, shkruan në lift atë thot, përmende Allahun xhaleshano derisa të hes lifti, derisa të mrish te kati ku të shku. Je të shku te kati 5. Edhe na çka bojna? Hipmi aty më kon kati 5, 10, 15, edhe fishlomi. Ose knomi diçka. Aty thot, shfrytëzoj momentet pendohet tek Allahu. Thuaj astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. S'kërkon angazhim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah il-azim, Allah xhaleshano ta mbjell një pemë xhenet me thon këtë fjalë. Një pemë xhenet. Çfarë borë kum nresh të shtëpia, çfarë parki kum nresh, i kum mjell 3 pemë, i kam të mira. Sa të ka shkuë, valla, i kum pas mjell të vogla, po që një 5 vjetish më kanë bërë të mira. Knoqesh, 3 pemë i ki knoqesh. Allah xhaleshano me një fjalë, subhanallah il-azim, ta mbjell një pemë xhenet. Me më kante unë plot si qdo ku
kush në këtë bot, po pendohem ja Rabbi, unë kam shpes Allat e tim. Po pendohem ja Rabbi, unë kam shpes Allat e tim. Dejan Allah, Maulan Allah, më fal mua, Rahim Allah, Allah Allah, Alim Allah, më fal mua, Kerim Allah. Harojmë Zotin të jetu, borgjin tonë kem harum, lam sunnetin ja Rabbi, unë kam shpres Allah të tim. Lam sunnetin ja Rabbi, unë kam shpres Allah të tim. Dejan Allah, Maulan Allah, më fal mua, Rahim Allah, Allah Allah, Halim Allah, më fal mua, Kerim Allah. Shion prindrit si nderojnë, ahiretin se kujtojnë, na fal neve ja Rabbi, unë kam shpes Allat e tim. Na fal neve ja Rabbi, unë kam shpes Allat e tim. Dejan Allah, Maulan Allah, më fal mua, Rahim Allah, Allah Allah, Alim Allah, më fal mua, Kerim Allah. Me dëfrime plot kjo jet, ibadetet kanë bet, veç në plençnit kujton Rabbim, unë kam shpres Allah të tim. Veç plençnit kujton Rabbim, unë kam shpres Allah të tim. Dejan Allah, Maulan Allah, më fal mua, Rahim Allah, Allah Allah, Halim Allah, më fal mua, Kerim Allah.